E kemi marrë padyshim si informacion dhe siç jeni ndjeni dhe ju, kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit. Bëhet fjalë për një person në moshë me problematika të shëndetit mendor. Nuk dihen arsyet e zhdukjes së saj praktikisht dhe do jenë operacione kërkim shpëtimit nga njëra anë dhe hetimet që do tregojnë se çfarë ka ndodhur. Ajo që mund t'ju them është se sapo kemi mbyllur Komitetin e Emergjencave Civile për qarkun e Gjirokastrës, me të gjithë aparatin qendror dhe vendor, me pjesëmarrjen e gjitha bashkive të qarkut në drejtimin e prefektes, me policinë e shtetit, OSHE-n dhe të gjitha drejtoritë rajonale. Ç'është e vërteta, do të thoja që Gjirokastra, po deri diku gjitha aksi Gjirokastër, Delvin dhe Sarand ka njohur prurje masive dhe rreshje masive. Në qoftë se i bashkojmë të treja bashkit kanë qenë praktikisht Dropulli, Delvina dhe Saranda kanë njohur në 48 orët e fundit ndoshta rreshjet më intensive të këtyre ditëve në rang vendi. Ndaj kemi pasur dhe disa dukuri, rrëshqitje masive, qoftë rrugëve dytësore, rrugëve të fshatrave, dhe praktikisht toka në këto momente është pak si sfungjer nga pikpamja e gjeologjisë dhe formacionit dhe nënkupton edhe rrezik të shtuar rrëshqitjesh të mëtejshme në orët në vijim dhe në ditët në vijim. Gjendemi në një front meteorologjik të tretë, mbas dy të parëve praktikisht që prekën në vendin që nga fillimi i javës. Nuk jemi jashtë rrezikut, prandaj gjykuam që të mblidhnim të gjitha forcat dhe të rishpërndajmë edhe një herë energjitë, resurset, mjetet, personelin i cili është në gatishmëri dhe mund t'ju jap edhe detaje për sa i përket gatishmërisë në të gjitha bashkitë. Sa kapacitet kanë bashkitë e qarkut të Gjirokastrës dhe të Sarandës, Delvinës, përfshirë pra gjithë rajonin për të përballuar situatat emergjente? Në situatë emergjente bashkitë nuk janë asnjëherë vetëm, është një përpjekje përbashkët e pushtetit qendror dhe vendor, nën koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe praktikisht ne kemi bërë dhe një dislokim forcash, përfshirë dhe forcat e armatosura, të cilat vinë me mjete, qoftë mjete fadroma ekskavator, qoftë mjete lundruese për evakuime, qoftë edhe personel shtesë. Dhe mund t'ju them që reparti Gërhotit po funksionon praktikisht një bazë mbështetëse të emergjencave civile për bashkitë e qarkut, jo vetëm qarkut Gjirokastrës, po edhe pjesën e Delvinës dhe Sarandës, siç e dini kemi edhe një situatë aty në nivelin e Çukës që praktikisht po bëhen punime rehabilitimi në mënyrë që të kufizohen pasojat e përmbytjes masive të orëve të para të mëngjesit. Në Sarandë dhe Delvin ka alimatohet lasë, ndërkohë që duket se nuk ishin marrë masa konkrete nga emergjenca civile në këto dy bashki. Emergjencat civile edhe njerë duhet kuptojmë për çfarë po flasim. Emergjencat civile janë struktura edhe vendore edhe qendrore. Unë mund t'ju them që kanë qenë në dispozicion dhe në terren qoftë ekipet dhe skuadrat e bashkisë së Sarandës, qofshin ato të Delvinës, jo vetëm në orët e para të këtij mëngjesi, por për më shumë se 48 orë janë në terren. Ajo që ndodhi në nivelin e Çukës së Sarandë ka të bëjë me një shëmbje dhe një rrëshqitje masive, janë dukuri natyrore që ndodhin kur, siç e thash, toka është praktikisht si sfungjer pasi ka 3 ditë që bie shi. Atë që po bëjmë, ne po verifikojmë me xhenierët tanë edhe me një ekip që po më shoqëron praktikisht në çdo pikë të vështirë, po verifikojmë edhe një herë elemente digave, elemente urave, sepse praktikisht edhe në ura të caktuara, siç e dini, në nivel qarku kemi pasur situata ku disa këmbë urash mund të jenë shëmbur, krijojnë problematika për akses, detyrohemi të mbyllim aksesin për banorët, po nga ana tjetër nuk mund të mos gjejmë rrugë alternative dhe praktikisht një prej arsyeve pse e bëm dhe këtë mbledhje është që së bashku me drejtoritë rajonale, qofshin këto të autoritetit rrugor shqiptar, qofshin edhe ekipet e bashkisë, të mund të gjenim rrugë alternative, akses alternativ derisa të kemi rehabilitim të plotë të infrastrukturave të dëmtuara. Zotëministër, dhe një pyetje.
Pra gjithë situata e motit u paralajmërua prej kohësh. Pse nuk u morën masa paraprake, të paktën në këto zona që ju i dinit problematike? Sepse banorët thanë që nuk kemi lajmëruar, nuk kemi pas asnjë informacion. Nuk më rezulton, besoj se ju jeni të parët që jeni informuar dhe keni ditur që kemi bërë qoftë Komitet Emergjencës në nivel kombëtar, para lajmërimet e hershme, 2 ditë përpara të paktën nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, sikundër dhe kemi identifikuar edhe elementet e basenit të Vjosës me problematikat siç ndodhen praktikisht dhe siç i kemi vërtetuar. Besoj se nuk duhet të shqetësohemi për faktin që shpeshherë ka fadroma apo ekskavator krajgjat që ndërhyjnë në një periudhë ku ka rreshje e sipër. Këto janë mjete që ndihmojnë në parandalim e sipër, ka rrëshqitje, ka rehabilitim, ka prezencë në terren dhe kjo është detyra jonë praktikisht të jemi në terren dhe mos lëmë asnjë person vetëm, qoftë edhe zona bujqësore apo zona blegtorale, siç e dini, kemi bërë edhe evakuime jo vetëm të njerëzve, po edhe të baktive të kafshëve shpeshherë, sepse është absolutisht e nevojshme që të shpëtojmë të gjitha resursat. Si do bëhet me 5 kvadrat janë izoluar në Atëherë kemi një situatë qoftë në urën e Glinës, qoftë në urën e Suës praktikisht midis Libovës dhe Dropullit. Ekipet xhenieri kanë verifikuar qëndrueshmërinë, na duhet patjetër për pjesën e Glinës është gjetur aksesi alternativ nga mbrapa nga Nepravishta. Për pjesën e Suës duhet që patjetër të bëjmë një investim riabilitues, është një dëmtim domethënës. Ajo që mund t'ju siguroj është të paktën nga ana shëndetësore, nga ana e ndihmesës për sa i përket banorëve të zonës me ushqime apo bazë materiale, kemi marrë masat në komitet sot që të mund të jepet gjithë mbështetja nevojshme, qoftë edhe financiare, sepse siç e dini bashkitë kanë dispozicion edhe fond të kushtëzuar nga qeveria për efekt të menaxhimit të emergjencave, pra besoj se kemi resurset njerëzore, resurset financiare, mjetet dhe personelin e duhur, të gjithë janë në terren dhe besoj se do ta tejkalojmë shumë shpejt këtë situatë. Faleminderit.